për mua e vërteta është që asnjë politikan shqiptar nuk duhet të tallet me ne, po edhe me memorien tonë. Unë prandaj i rikujtoj shqiptarëve që Rama dhe Berisha, në rast se janë e keq ashtu siç ju mendoni, mos i miratoni me votën tuaj, por ama mos heshni duke na thënë që kriminal njëri, kriminal tjetri, po mbajnë këtë që na ka çuar nga politikani, ka çuar njerëzit burgaxhi, sepse nuk është e logjikshme, është kontradiktore, nuk ka absolutisht asnjë rast me realitetin. Prandaj që të konkludojmë me gjitha këto rrethana që unë citova më përpara, patjetër lista është e gjatë, prandaj dhe analiza ishte pak e gjatë, por patjetër përfshin dhe zotin Rama, sepse faktet që unë ju thash dhe ju a tregova janë botërisht të ditura dhe nuk është se unë shpif diçka dhe nuk them të vërtetën. I keni në faqen në YouTube, i keni kudo që duket qartazi që Rama kishte një linjë kundër Trumpit dhe ajo çfarë Rama ka bërë është e pafalshme për administratën e Trumpit. A mendoni se Edi Rama është i izoluar ndërkombëtarisht dhe kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se as në Paris, në ceremoninë e inaugurimit të rindërtimit, të rekonstruksionit të katedrales Notre Dame nuk u takua dot me Donald Trump, por as së fundmi në Rom, ku ju dha lamtumira e fundit Papa Franceskut, Edi Rama nuk ishte i pranishëm. Atëre, për opinionin publik, Rama kur mori rolet e tij, për mendimin tim gabim bëri, që i doli Rusisë në atë formë që i doli, inshallah një zot na shpëton, sa ata janë të çuditshëm rusët. Gjithashtu dhe iranianët që na sulmuan, mënyra që Shqipëria doli në arenën ndërkombëtare, kur unë shikoj ambasadorët të shteteve të tjera në OKB me kostume nga 30.000 euro, 20.000 euro, dhe shikoj ambasadorin ton me një kostum 5.000 euro, edhe më shkon ti mua, si kryeministër, pse jemi Albania, edhe më shkon ti mua në një institucion, edhe më shpall lufti mua me Rusin, ku halli Rusisë dhe Ukrainës është i çështjes të tyre të brendshme, dhe ti e vendos popullin shqiptar sepse kënaqet dikush që të bëj luftë për të përfituar para në kurrizin ton, vendos Shqipërinë dhe vendos Ramën sepse i pëlqen vetja të dalë jashtë shtetit dhe pastaj ne të pagojmë faturat, sikur është rritja e çmimeve që ne kaluam një krizë që s'duhet ta kishim kaluar, me rritjen e karburantëve dhe me krizën energjetike, të cilën nuk kemi fajtor ne pse të paguajmë, sepse Rama donte të dukej njëri ndërkombëtarëve që ishte Shqipëria përpara, Shqipëria do të çlironte Ukrainën dhe Ukraina do të shpëtonte nga Shqipëria, sepse Rama ishte me administratën e Bidenit. Po tani zotëri që Trumpi e ndryshoi tërësisht pllakën. Me kë është Rama? Me Trumpin apo është me Ukrainën? Me kë është Macroni? Po kë është Macroni? Ç'a bëni Macroni atje në Vatikan? Që ju afronte Trumpit? Pse Trumpi bëri takim me Ukrainës dhe Ukrainës i tha tani du marrëveshje vëlla se Bideni ma futi? Pse? Dhe pse ne duhet të kishim shfaqur një talent? Se këtë do ta shikoj Rama, do ta shikoj Rama dhe ata të cilët mbështesin Ramën akoma dhe mendojnë sikur dali aty në OKB aty përpara gjithë ujqërëve, shteteve të cilët kanë gjatë fuqi ushtarake, e ne s'kemi ushtar, mos ke ushtar, ku ke? Vjen raketa nga Rusia këtu, s'ke të thosh, hajde, s'kam ç'a të bëj. E kupton ku jemi. Larg qof, po kjo situata jonë, si shkon ti më zotri, që ti ke shpallur brenda ministrisë, shikoj është një lajm kë. Ke shpallur në Ministrinë e Mbrojtjes
vende vakante sepse nuk ke më jo ushtar, por nuk ke kështu oficer, çfarë janë këto, të cilët i kena për ushtri. Nuk ekzistojnë. Nuk ka mjete lufte, kupton, vjen ti nga raketë me raketat i lartë thua, o Zot më shpëto. E gjithë kjo situatë që të cilën krijoi Rama në raport me ndërkombëtarët ka qenë e gabuar. Dhe përveç kësaj, mënyra se si Rama drejtonte apo bënte takimet me ndërkombëtarët ka qenë diçka e afruar nga administrata e Bidenit. Tani që Bideni nuk është, Rama nuk ka më prezencë në arenën ndërkombëtare. Rama si kryeministër, zotëri, dhe zonja dhe zotëri, jam i bindur që e kalon e oqeani. Nuk jam nga ata që them a e kalon se kalon. Por Rama, për mendimin tim, 4 vite të ardhshme mund të takojë Trumpin vetëm për arsye që Trumpi do të ketë një interes personal për Amerikën, por jo se Trumpi do të takojë Ramën për një interes ose të mirë për një lidhje marrëdhëniesh edhe institucionale për sa i përket pjesës së shtëpisë së bardhë, po nuk besoj se do të ketë një afrimitet me të, sepse faktet tregojnë qartësi që Rama punoi kundër Trumpit dhe në kurrizë të Trumpit. A mendoni se kryeministri Edi Rama mund të goditet sa i përket aferës korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal si nga SPAC, por ashtu edhe nga pjesa amerikane, por vetëm në rastin nëse humbet zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit? Rama është i goditur edhe nuk ka rëndësi a e humbet zgjedhjet apo i fiton zgjedhjet. Rama është shtetas shqiptar dhe kryeministër i vendit. Unë do t'i referohem kodit të procedurës penale dhe kodit penal. Rama ka marrë pushtetin në 2013. Pushteti 2013 sigurisht ka sjellur shumë burgaxhi. Nga burgaxhit që ka sjellur ky pushtet, sigurisht prokuroria e posaçme ka vendosur procedime penale ndaj burgaxhive të tij të Partisë Socialiste, por ashtu ka vendosur dhe në procedime penale me fraksione. Për mua fraksionet janë shqetësuese për faktin se parashkrimi i veprës penale një politikani që akuzohet për korrupsion pasiv parashkruhet pas 20 vite nga momenti i kryerjes së veprës penale që i atribuohet personit. Pra, çështja mund të jetë regjistruar, por për personin nuk mund të kalojë më shumë se 20 vite, jo 10 vite. 20 vite korrupsioni pasiv. Sepse marzhi i dënimit është nga 4 vite deri në 12 vite. Që do të thotë kodi penal parashkrimin e kësaj veprës penale e çon në 20 vite.